Reshi, njërin pyet si funksionon tani që i fituam 114 milion euro nga ky koncerti, shkojnë gjitha këto për pensione apo rroga? Ato e para njerë ka ushë faras, atje që jetu ka ushë me faras. Dhe një nga problematikat mëdha që është ngritur te kjo është mënyra se si evazioni fiskal është bërë brenda në sytë shtetit, sepse asgjë në atë vend aty nuk është trajtuar, nuk është shitur me kupon tatimor. Tani hajde ta gjej shteti se atë që do të fitonte, pse nuk e ka marrë, sepse kjo është dhe pikpyetja më e madhe. Të gjithë ato që janë qenë aty vërtet, nga të gjithë njerëzit që më thonë, dhe ka komentet që kanë pas në rrjetet sociale, është që asgjë prej tyre nuk ka pas komunitativor, të cilët mund të identifikonte më pari se sa janë shitur, pra xhirën të cilët është bërë, dhe e dyta, se kemi ide që është një problem më madh, edhe fitimi që të kishte shteti, po s'ka më fare fitim ajo pjesë, edhe nuk krahasohet fare me ato. Po mirë, propagandë fitoi të paktën shumë tur ndeshjes. Se lek jo. Në propagandë. Tani ndoshta arrin dhe ne me njerëz të cilët e kanë rryer gjithë televizje. Domethënë, nuk mund të them pjesën e njerëzve të cilët rrin përditshmërisht ose të paktën ato që janë lidhje me sociale, patjetër që kanë një mllëf më të shtuar, të gjithë hap njerëzit Allexhin dhe Fukarin, patjetër duket se u kanë heq korën e bukës. Do me drejtën të pensionistët thosh u ta kishin dhënë atë 5.000 lekë edhe ne tani apo 100.000 lekë, do na kishin bërë shumë mirë se sa të jepni Kanye Westit, dhe e gjithë kjo realisht unë nuk e di se si mund të jetë kjo propagandë, përveç se ato statuse detyruese që tani këta kanë pas çdo seancë bën gjithë deputetët bashkë, ja kjo seancë kështu për të thënë shenjë normaliteti, apo për të ngritur iluzionin tek ata ndjekësit e tyre të çmendur, pavarësisht çfarë lloj që ndodhi këty janë akoma janë patjetër pjesë e tyre dhe s'ke që bën nuk pa bukur rrin, por problematika në gjithë Shqipërinë, unë imazhi i Shqipërisë nuk njihet vetëm nga rrjetet tona sociale, nga sa i miri personalisht, por nga të gjitha mediat prestigjioze të cilat kanë shkruar dhe Le Monde, ku ky ka se marrëdhënie më të mira me Francën, apo tjerë nga Reuters si e tjerë më radh, kanë shkruar të gjitha që një shtet si Shqipëria që s'mund ta pranoj, do të them gjën më të shumtur për njëri që ka vëzhgjuar përzent gjithë Europa e merr shoku kryeministër. Pra, për mua ka qenë vetëm thjesht këta nuk kanë ditë si justifikojnë me çfarë punë qeveritare të justifikojnë ose të kundërvijnë protestës dhe kanë bërë thjesht në mënyrë më të shumtur me gjëra për rrisin imazhi me Kanye West. Dakor, faleminderit Korreshi, faleminderit Goci. Artistët tanë si ndjen në këto momente? Se mirë, disa u kënaqën. Si mendon? Xheloz. Xheloz, është xhelozi. Patjetër xheloz. Po mirë, nuk quhet xhelozi, quhet hipokrizi nëse nuk kanë marrë kurrë fonde publike në këtë formë dhe shkojnë 4 milion euro me një dorë për Kanye, apo Kanye është më i mirë? Tani, ai të thash, vetëm skenografia tregon gjithçka për karakterin dhe për egon e këtij artisti. I vetëm, madje ka ndryshuar edhe emrin. E ka ndryshuar, e ka shkurtuar emrin që do të thotë, është një shprehje në Bibël, që do të thotë ju. Unë dhe jo, unë i vetëm para botës. Kështu që vetëm skenografia, vetëm koncepti i tij për këtë tur tregon shumë që ai shkon në çdo vend të botës si Zoti, është njësuar me vetë Zotin. Dhe artistët shqiptar, ndoshta ngjan krushia pa bëhet, thon nga Vlora. Ndoshta ngjasojnë në tip. Dhe në këtë aspekt, artistët shqiptarë kanë përshtypjen që nuk konkurrojnë dot atë madhështinë e këtij artisti. Thjesht mund të kenë shkuar aty, e kanë shijuar, disa nuk kanë shkuar dot. Domethënë, kjo është e vërteta, ky është realiteti. Pastaj, për sa i përket parave, ka dhe artistë shqiptarë që kanë marrë para nga pushteti, nga bashkia, nga i kemi parë, janë bërë koncerte, janë përkëdhelur, janë dhastuar. Dhe pastaj kanë kënduar. Dhe pastaj kanë kënduar, kështu që nuk është se kanë mbetur pa gjë dhe ata. E kuptoj, më pëlqeu kjo e fundit. Faleminderit Klodi Arka. Kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi pas pak, miq të dashur.